Zëvendës kryeministre dhe njërsh ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku ka zhvilluar një takim koordinues me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile në kuadër të masave për përballimin e situatës që pritet të krijohet nga moti i keq në ditët në vijim në vendin tonë. Balluku bëri të ditur se situata është duke u monitoruar me kujdes dhe duke marrë parasysh rritjen e niveleve të lumenjve, janë krijuar volume të lira në basenet e hidrocentraleve të Komanit dhe Vallt të Dejës. Dhe përfshirë nga një front atmosferik i ulët, në rreshje me intensitet të lartë dhe me shpejtësi të lartë ere gjithashtu. Pritet që kjo situatë të nisë në orët e vona të natës sonte, por nga ora 1 e mbrëmjes, pra ose në të gdhirë të datës 18, do të kemi një agravim të situatës i cili nis nga veriu. Duke nisur nga veriu dhe më pas përhapet në verilindje, situata parashikohet që të ketë intensitet të lartë në zonën veriore dhe verilindore në rreshje, që kalojnë mbi 30 mm, në ndërkohë që edhe pozgjatja e tyre në lokacionin që sapo përmenda do të jetë përthuajse 48 orë. Lidhur me situatën në fushë Shkodër, Balluku nënvizoi se janë marrë masat paraprake në të dy basenet për të krijuar volum të lirë dhe për të mbledhur ujin, pa qenë e nevojshme hapja e portave. Megjithatë, intensiteti në këtë zonë parashikohet i lartë. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andis Salla bëri të ditur se të gjithë kapacitetet e drejtorive të ujitjes dhe kullimit janë vënë në kadishmëri të plotë, sidomos në veri dhe në qarkun e Fierit, zonat më të ekspozuara ndaj riskut, ndërsa ministri i Mbrojtjes Piro Vengu theksoi se janë marrë masat paraprake për evitimin e përmbytjeve dhe se të gjithë forcat dhe mjetet janë në kadishmëri maksimale. Që gjatë fundjavës, bashkë edhe me kolegun e Bujqësisë dhe Agjencinë e Mbrojtjes Civile, kemi bërë një plan shpërndarje të gjitha aseteve, mjeteve të gatishmërisë, kalueshmërisë lartë, qoftë edhe mjeteve që ndihmojnë zakonisht bashkitë përmes bordeve të kullimit, që të kryejnë ato veprime parandaluese, qoftë prita lumore, qoftë për të hapur aksese në mënyrë që ujërat që mund të vërshojnë në ditët në vijim të jenë sa më të kontrolluara. Për këtë arsye, kam kërkuar edhe nga shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura që mjetet e kalueshmërisë së lartë, personeli i dedikuar i bazës mbështetëse të emergjencave civile të dislokohet që sot në terren, veçanërisht në repartin e Valldejsit që është dhe reparti që zakonisht mban peshën kryesore të mbështetjes bashkisë Shkodër, po edhe të gjithë zonës së Nën Shkodrës. Edhe drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile Haki Çako nënvizoi se kapacitetet në nivel kombëtar janë në kadishmëri të plotë.